Programin e sotme diskutimin ta zhvilloj me zotin Petro Koçi, politikan nderuar mirëmbrëma, faleminderit. Mirë se u gjeta. Faleminderit. Zotin Lutfi Dervishi, gazetar, zotin Dervishi mirëmbrëma. Zotin Armir Shkurti, gazetar, zotin Shkurti mirëmbrëma, faleminderit. Për ta nisur me zhvillimet e fundit me parlamentin sot zoti Koçi, por nuk është se ka edhe një ndryshim të madh nga seancat e shkuara përveç atyre sherrave banale që përfundojnë edhe në konfrontime fizike. Si është e mundur që në parlamentin e 2026-ës nuk kemi debate sa i takon jetës reale që kanë qytetarët, problematikave reale që ata kanë sot dhe shqetësimeve që duan t'i adresojnë të politikanët e tyre? Po, sepse mendoj unë që një nga arsyet kryesore është opozita. Dhe di pse e them këtë gjë, jo sepse unë jam përfaqësuesi i majorancës politikisht, por praktikisht kjo është një opozit që di të përjashtohet. Di se si të përjashtohet. Bile edhe brenda partisë disa din dhe të vetë përjashtohen. Sepse Flamur Noga nuk është kamavinga që, po themi, ka marrë një karton të kuq me pikpyetje. E dim shumë mirë që me sjellje që bën Tazën Flamur Noga e meriton pothuajse në çdo seancë kartonin e kuq. Dhe kam përshtypjen se kjo punë aty bëhet me ndërgjegje. Pra, për të shmangur atë debatin thelbësor që the ti, atëherë çfarë bëhet? Pushtohet foltorja, merret kartoni kuq edhe humbet debati. Nganjëherë më duket sikur është trafiku i influencës botës së korruptuar të gjitha palëve. Çfarë do të thonë pra, kjo sjellje parlamentare më duket si e paracaktuar pikërisht për të humbur thelbin e diskutimit mbi çështje serioze që ka rendi ditës apo që ka, po themi, aktualiteti i jetës social-ekonomike në vend. Kështu më duket shpesh sikur bëhet me një sjellje teatrore, pra ku parlamentarët kthehen në aktor të një skenari të paracaktuar, të parashkruar. Dhe prandaj humbet thelbi, dhe me të drejtë, nganjëherë, se unë nuk mendoj se aty nuk ka kapacitete intelektuale për të diskutuar. Pavarësisht se ka një perceptim të përgjithshëm, pak a shumë të pranuar nga, pothuajse nga të gjithë, që niveli, po themi, kulturor, intelektual i përbërjes parlamentare ka rënë, krahasuar me më parë. Si është e mund që ka ndodhë kjo? Po sepse... Ju jeni politikan me përvojë, besoj se... Ja ta them unë, Rama e hoqi vallen elektorale sipas sistemit që donte Berisha. Pra me atë llojen listë mbyllur, listë hapur. Berisha e hoqi vallen në interes të Ramës, po dhe në interesin e vet personal. I duhej një grup parlamentar besnik, personal, privat, quaj si të duash. Rama donte të fitonte dhe prandaj detyrohej që, po themi, pjesën më të fuqishme edhe më me përvojë politike e nxorin listë hapur dhe e mbushin listën e mbyllur me prurjet e reja, të cilat sigurisht duke qenë në numër të madh, nuk është se s'do nxjerrin disa filiza me vlerë, por patjetër e gjithë kjo skemë është në kurrizë të cilësisë parlamentare. Sepse unë e kam thënë edhe herë tjetër që parlamenti është shpirti i shtetit, i republikës. Që do të thotë, aty duhet të jenë njerëz me përvojë shtetërore, me përvojë politike, me përvojë ligjvënëse, me përvojë ligjzbatuese. Mirë po, thash, këto lloj eksperimentesh që vijnë për shkak të disa konsensusve që lindin për interes të ditës, sjellin këtë lloj pasoje. Pra, këtë lloj parlamenti. Zoti Dervishi, cilat janë mesazhet që merrni ju nga parlamenti si gazetar, po edhe si qytetar? Ajo çfarë ne kërkojmë është, si themi, idealja, pra një parlament ku njerëz me mend diskutojnë për probleme, miratojnë ligje, mbikëqyrjen e institucioneve të pavarura, mbikëqyrjen e qeverinë.
Pra ky është funksioni i parlamentit në atë që zoti Koçi e quajti shpirti i shtetit. Dhe ne jemi republikë parlamentare. Por teorikisht, praktikisht jemi republikë kryeministrore. Ne duhet kuptojmë pak cili është burimi i tensionit, se po supozojmë që zoti Koçi ka 100% të drejtë që opozita është faji. Pra themi që gjithë fajt e ka opozita. Tani kemi të bëjmë me njerëz që janë të çmendur, nuk janë normal, veprojnë kundër vetes, apo cili është burimi i tensionit. Por përpara kësaj shkojmë tek ajo çështja e prurjeve. Do të thënë, nëse ti ke në mulli miell misri, mos pritet të dalë bugruri. Ndryshimi i sistemit zgjedhor në 2008 u bë pikërisht për të pas një parlament cilësor. Dhe premtimi i kohës ka qenë ne nuk do të bazohemi te muskujt e fortë dhe xhepat e thellë që na i fitojnë zonat elektorale, humbi Pjetër Arbnori në përballje elektorale. Do të thënë Mandela e Shqipërisë, ose themi Mandela ta ketë një farë mënyrë ndër të krahasohet me Arbnorin për sa i përket vujtjeve që ka kaluar. Dhe thanë do kalojmë në një formulë tjetër. Pra përgjegjësia e partisë, e kryetarit është që do të çojë elitën, njerëzit më të mirë. Dhe njerëzit më mirë çon me listat e mbyllura. Tani, do të thënë, këtu është përgjegjësi direkte e kryetarëve të partive, do të kanë pas mundësitë që të çojnë ato që ata mendojnë që janë njerëzit më të mirë, kanë pas mundësi që të zgjedhin njerëz në bazë të virtyteve, kanë shkuar dhe i kanë zgjedhur në bazë të veseve. Dhe kjo është çështja e përzgjedhjes. Çështja e burimit të tensionit, do të thënë, cili është interesi i opozitës që të ketë tension. Unë mendoj që është qëndrimi kokfort, arrogant i shumicës. Kur ka ardhur Partia Socialiste në pushtet, ka thënë fjala jonë është puna, puna juaj është fjala. Do të thënë, i ka thënë opozitës që ju keni drejt në fjalës. Tani edhe këtë drejt të fjale e kanë masakruar. Do të thënë, një opozit që si miratohet asnjë nisëm ligjore, një opozit që ndërton institucionet e pavara vetëm me kandidat të shumicës, një opozit që i mohohen interpellancat parlamentare, një opozit që kërkon komisione hetimore dhe i mohohen. Pra nuk ka absolutisht asnjë të drejtë brenda hapësirës kushtetuese. Për më tepër është një shumicë e cila ndryshon dhe rregullohet në mënyrë të njëanshme. Le të shkojmë tek teprimi i gjuhës apo i veprimeve. Po, ka deputet që duhen ndëshkuar. Tensioni i lartë, debate, rrëshqasin, ka. Por çështja është që këtu ke standarde dyfishte. Dënohen të gjithë deputetët e opozitës dhe kur ka raste flagrante nga deputetët e shumicës veprohet ndryshe. Pra kemi një parlament të zhbalancuar dhe të mësuar keq në 2019 pa opozitë ose me një opozitë qesharake, është inercia që këta na pengojnë. Madje, do të thënë, edhe retorika e fundit është që këta po na pengojnë për mbëje. Pra një opozitë që s'imponohet asgjë në kuptimin e numrave. Sigurisht që opozita duhet të ketë qasje tjetër, të themi, duhet bëjë një dallim shumë të madh në retorikë, në mënyrën e ngritjes çështjeve të tjera, por duhet kuptuar që ke përballë një pushtet arrogant. Dhe është arrogant edhe në kurriz të vetes, sepse interesi i shumicës këtë radhë ka qenë që spaku këto 2-3 vite të mbyllte një sy, të mbyllte edhe një vesh, ndoshta të mbyllte edhe gojën, të përmbante veten dhe të kishte një konsensus të madh me opozitën që këto 2 vite për hir të një shansi historik që kemi, që s'do ta kemi gjithmonë, të avanconin me reforma, të avanconin me detyrat e Brukselit. Përkundrazi është gjithmonë kjo historia e tensionit. Do të thënë, shikoj njerëzit që marrin fjalë nga shumica, me çfarë agjende janë, edhe për çfarë janë zgjedhur dhe për çfarë shkojnë aty. Pra si thua është pak më kompleks se sa thjesht themi e ka fajin ky apo ka fajin ai. Burimi i tensionit është kur ti je në një lojë dhe kërkon të ndryshosh rregullat e lojës. Për më tepër nuk respekton rregullat e lojës. Nuk është çështja e Kamavingës. Do të thënë, këtu se Kamavingës është i diskutueshëm, por këtu të nxjerr kartonin e kuq, domethënë dhe pa qenë fare në fushë me të tjerët, dhe tjetri mund të thyej këmbët në fushë dhe nuk merr asnjë lloj përgjegjësie. Zoti Shkurti, një pyetje edhe për ju. Po, faleminderit. Juve
një nga emisionet e keni konstatuar, keni thënë konsekuencën time që unë jam kundër këtij parlamenti. Në thelb, në parim. Dhe sharmik me ju? Jo, problemi është këtu që nga sa edhe u diskutua dhe unë jam përgjithsisht dakord tek pjesa, ky parlament nuk përfaqëson elektoratin, përfaqëson partitë. Kështu u ndërtua. Duke qenë se u ndërtua në këtë lloj formule me pretekstin që vinë banditët, po. U bë partia e kryetarëve. Kjo do të funksiononte me kushtin që partitë kishin demokraci të brendshme. Gjë që nuk ndodh. Ka devijuar në këtë mënyrë, po themi paradigma e të bërit politik dhe demokraci, dhe shteti është kthyer tashmë jo në atë emrin e madh me cilin erdhi në 2013 rilindje, që ishte një emër që presupozonte rikthimin e humanizmit. Pra 45 vjet komunizëm, kishin vrarë humanizmin në Shqipëri, edhe ajo tallavaja e viteve të para, që ne nuk e dinim se ç'ishte demokracia, do të ktheheshin në një situatë tashmë humaniste, do të vendosësh e njeriu. Faktikisht njeriu është vendosur në funksion të reformave, sistemeve, statistikave. Pra, njeriu shqiptar tashmë është një, po themi, një atu, është një xheton, një monedh, në lojën për të futur Shqipërinë në BE, cili është programi i Ramës. Në qoftë se ta shohim teknikisht ftohtë, pra në qoftë se ti ta kishe futur në një kompjuter pa ndjenja, ai kompjuter do të thoshte është në rregull, është në koherencë, çka keni me parlamentin? Parlamenti me një shpejtësi maramendse po miraton paketën e ligjeve për futjen në BE. Edi Rama ka ardhur në pushtet për herë të katërt me premtimin duhet fusë në BE, duhet pasaportën. Çfarë problemi ka? Dhe aty dalim tek ajo që thotë zoti Koçi që fajin e ka opozita se duhet ishte më e shpejt. A është kjo garë, ky vrap, ky hof e mira e njeriut shqiptar? A ndërtuam ne sisteme për të mirën ton, apo ne u vum në funksion të sistemeve dhe programeve të ndryshme? Unë mendoj që ka ndodhur kjo e dyta, dhe kjo është një nga arsyet e shpopullimit.